Aty janë pjesa më e madhe, po punojnë me njëri tjetrin në ekip. Ku pjesa më e madhe s'ka, vetëm paneli Majko dhe aty dhëm mbava një herë në 6 muaj. Unë mendoj që janë gjithë, janë bashkuar, janë konsoliduar. Madje unë kështu e kam parë, unë dëgjoj se kam bashkëpunuar me Partinë Socialiste në Shkuarën, po, dhe e di shumë mirë. Edhe ne kur aderonim diku në forcë tjetër thoshim që do përçahen, por ato janë më të bashkuar se kurrë. Këtë ta keni të qartë, domethënë, shumë e vështirë që të përçahen. Ku ndryshon, çfarë lloj kryeministi, çfarë lloj kryetari është Edi Rama? Duhet, unë po marr në analizë vetëm arsyen e marrjes së vendimit tim. Po. E para duhet të kuptojmë diçka, që guximi i tij për të çuar një gjenerat të re në parlament. Po. Në një parti ku i ka dhënë shansin dhe mundësinë të rinjve, po e ha partinë, por i gjeneron parlamentin e vendit dhe aspirata e tij për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian me qëllim që çdo qytetar i këtij vendi të ketë pasaportën e BE-s, është një aspirat që kërkon mbështetjen e qytetarëve. Dhe besoj që këto janë dy, në këto momente, këto janë dy nisma shumë të mira. Po të shikoni sot në çdo sondazh që bëhet, ose edhe qytetarët kur kalon takon në rrugë flasin për një klasë të re politike apo jo. Po nga fillon klasa e re politike? Jo, okay, klasa e re politike, po kryetari ndryshon. Po duhet një garanci që të bëjë ndryshimin. Sepse po ashtu pas si bëhet apo jo? Si bëhet? Po smerret veç çfarë bëhet. Tek kështu bëhet ju? Unë flas për të ardhmen time. Po them që është një garanci për ta rigjeneruar parlamentin dhe për të dhënë impulse. Pse parlamenti ishte i mirë? Jo, ka deputet që kanë vlerësimin tim maksimal, ka deputet shumë të angazhuar, e tjerë me radhë, sepse mund të ketë deputet që nuk është aktiv në seancë plenare, por është aktiv me komunitetin, pra ka ndërthurje, nuk e kam të parlamentit që shkoj, kam të dëshira e tij për të sjellë një gjenerat të re në klasën e shqiptare. Mos më rrëshkas nga kjo. Kishe një konsiderat për të vëlla që ishte sekretar. Jo, nuk është një këshuri. Nuk ishte vëlla yt ai? Ai nuk ishte vëlla yt. Gjithmonë kam marrë për vllajt për marrëdhëniet me jashtë. Po nuk ka lidhje kjo. Jo, doja pyesja. Nuk janë bërë pjesë e BE-s? Po jo, ai ka jetën e vet më fare me të shikon jetën e vet, ka punë. Mirë, mirë, qetëso. Kaq pa. Nuk mund ta thuash tu qetësisht, çeke. Dhe zonja Floida Kërpaçi, dhe ajo ka qenë nuk mundet ta takojnë personazhe që nuk janë jetën publike. Nuk është e drejtë, ti je gazetar. Ai nuk është jetën publike, ai ka shef punë të veta, është totalisht censuruar. Pyetje bëhet ndri tani, avash ndri tani, qetësoni çse. Ose zonja Kërpaçi ka qenë një republik, ka qenë deputete, ka qenë antar e Këshillit Bashkiak. Nuk marr përsipër flas për të tjerët. Kështu që thirrni në studio flisni. Që ke bërë kështu specialist direkt sa u bashkove me socialistin e bërë specialist. Po ti mund të thosë për kolegun tënd. Vinte kampi opozitës. Si shumë e qartë, mënyra se si jam rënditur lista tregon që është për të mbrojtur rolin e opozitës, jo për të fituar. Ti je kënaqur? Jo, s'jam i kënaqur, se vendi ka nevojë për një. Ti duhet të kënaqesh, tu mbasin ata të fitosh ti. Si? S'jam i kënaqur, unë vi nga terreni politik. Për mua e rëndësishme që të ketë një opozitë të konsoliduar. Ato e kishin shansin kësaj ere që të përfshinin shumë individ, shumë zëra publik që mbrojnë interesin e opozitës. Po shikoni, ka shumë individ në opinion publik që mbrojnë interesin e opozitës, pra që nuk janë përfshirë politikisht, por flasin për rolin e opozitës. Pra ato mund të kishin përfshirë këto personazhe që të krijojnë një hapje. Fakti se kanë bërë të gjë tregojnë që sondazhet e tyre janë drejt humbjes. Në gjitha sondimet, Partia Socialiste ka bjerje të pikavarazhit, po themi, të përqindjes së mbështetjes, por kjo nuk përkthehet në ngritje të opozitës. Si shpjegon ti këtë? Ta shmo me përvojë, tani këtë analizën e bën. Ka një sondazhet e para janë sondazhe që tregojnë një trend. Po ne nëse kemi pa akoma kur startoi, domthon tamam fushata, domthon. Fushata kanë nisur, por kur startoi tamam fushata. Mirë, fushata nuk kanë nisur zyrtarisht. Partia Socialiste është një makineri organizimi. Dhe këtë duhet e pranojnë gjithë. Kjo është një makineri që kur fillon të merr përpara. Që prandaj mendoj që opozita, nëse donte të konsolidonte rolin e opozitës, duhet të kishte menduar mirë për fshirjen e shumë zërave publik që janë në shërbim pra e ndihmon Partinë Demokratike qenie e zotit Berisha që po shkon 81 vjeç apo e dëmton? Ja, nuk marr përsipër të komentoj.
Po ti këtë se merr përsipër, këtë se merr. Çfarë merr përsipër zoti? Ta komentova listat pra. Tani the ata të Partisë Lirisë nuk i marr përsipër, këtë të Berishës nuk e merr përsipër. Si se merr përsipër? S'mund të them tani se nuk e di, nuk jam aty. Po tisha të thoja, mendom ose Ku tishe? Po tisha të PD-ja do thoja, nuk jam PD. Po pse ti duhet vesh atje që ta komentosh tani? Se kuptoj, nuk e di si funksionoi nga brenda. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk po të shmange, po nuk realisht nuk e kuptoj dot atë. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk e prisja që të më shmangesh kështu. Si parashikon zgjedhjet? Besoj që arsyeja pse u bashkova Partisë Socialiste ka të bëjë pikërisht me një parti të re, gjenerate re dhe pasaporta e Bashkimit Evropian. E ke thënë këtë të re, kur nuk ndryshon ai i pari, di si duken ata të rinj aty? Si numëror duken. I pari gjithmonë garanci për ndryshimin. Ai lëvizej. Jo, është garanci që të bëjë ndryshimi, kur e ka vullnetin për ta bërë. Ore ku është partia e re mo e ndrit tani se po habitem ti thua, heqim nga 20 veta nga fundi, ndryshojmë, i bëjmë të rinj edhe. Po kryetari nuk quhet. Unë ka listat të mbyllura, kam parë që i ka dhënë shansin shumë të rinj për përfshirjen në parlament. Dhe ka dhënë shansin, domethënë, të përfshirjen drejt për drejt. Kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe? Shumë e mirë. Po kështu pa përvojë direkt në parlament, detyre parë në parlament, sikur kërcet më ndrit. Po sepse nuk ka një fillim. Pra, diku do fillosh, nuk e ke përvojën që në fillim. Tani, edhe në ligjërimin tuaj the Shqipëria hyn në BE. Ky është shtrimi. Ore, pse futim BE-n Edi Rama në 12 vjet? Se një nga premtimet në 2013 ka thënë që për 10 vjet Shqipëria antare BE-s. Unë besoj që ka një premtim ambicios që po i ndjek në rrugën e dur për të çuar Shqipërinë ndër Bashkimin Evropian dhe për të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Besoj 2027 është viti, mendoj unë mund të jetë viti më i ardhshëm, më i afërt. Mendoj unë. 2027 antarësim. Mendoj unë. Je i bindur. Duke parë ritmin mendoj që po. Po s'ka ndonjë papritur rrugës që se besoj. Papritur. Pra, unë mendoj që është viti më i ardhshëm për ta bërë këtë gjë. Si? Mendoj që është viti më i afërt për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo i rregullon punën e Shqipërisë, zoti Brendari? Sigurisht po, sepse ti je pjesë e Unionit, je pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, me situatën që po ndodh në botë, kjo nuk është një wow, se shikojmë Bullgarinë dhe Rumaninë. Unë mendoj që Shqipëria përfiton më shumë nga Bashkimi Evropian sa ç'mund t'i japi raport Bashkimit Evropian, kështu që për ne është mirë, do të pa interesi pragmatik si Shqipërisë. Tani për ta mbyllur, sa vota synon të marrësh në Tiranë? Nuk kam hyrë për një numër të caktuar. Patjetër do bëj fushatën time deri në fund, por e thash, por mua e rëndësishme është realizimi i objektivave të ekipit. Nëse ekipi ka realizuar objektivat, është shtuar numër mandate në Tiranë, tregon që unë kam dhënë një kontribut. Ky është qëllimi im. Prandaj ka thënë po Edi Rama zënjes më. Po sepse kjo është e sinqert në këtë gjë tani. Nuk mund pretendoj unë tani ta thash e pak me 3 muaj të vi direkt tani. Unë i kam shumë bezdi individët të cilët kur i takon për herë të parë shiten si faktor. Kam një pyetje të tillë ndrit që po mu feks kështu. Partia Socialiste duhet marrë 70 plus 1 vota nga 74 që tani që quhet majorancë dhe të krijoj. Nëse nuk e krijon, nuk e arrin dot, merr 67, 64, 66 si 2013. Me kë mund të bëj koalicion Partia Socialiste? Unë besoj që aspirata objektive është për të kapë majorancën e vet, nuk ka lidhje. Jo, po them nëse. Jo, ekziston mundësia që deputetët e Partisë Lirisë mund të bëjnë, nuk titja përgjigj këtë çështje. Unë besoj që Partia Socialiste fiton bindshëm këtë zgjedhje. Duke parë, ta thashë pak më parë. Ky është një alternativë. Po ta thashë pak më parë, shikoj listat.